Një 5 vjeçar nga komuna e Lipjanit është duke marrë trajtim shëndetësor në klinikën e pediatrisë pranë QKUK-s për shkak të plagëve të rënda që kishte në 2 shputat e këmbëve dhe ndryshimeve të theksuara gangrenoze. Pas pranimit, gjendja e pacientit ishte mjaft e rëndë dhe kishte hipotrofi apo dyshime për keq ushqyerje dhe vështirësi në komunikim. Pas konsultave mjekësore, pacienti është hospitalizuar në repartin e mjekimit intenziv këtu në pediatri. E gjithë kjo dyshohet se ka ardhur për shkak të pakujdesisë së prindve, për shkak tashmë me urdhër të prokurorit të rastit, të 2 prindrit janë ndaluar për 48 orë. Nga Prokuroria Themelore e Prishtinës kanë bërë të ditur se tashmë prokurori i rastit ka marrë të gjitha veprimet hetimore dhe brenda afatit ligjor do të bëjë kërkesë edhe për caktimin e masës së paraburgimit për 2 të dyshuarit. Të 2 prindrit dyshohet për shkelje të detyrimit familjar dhe për lëndim të rënd trupor. Në anën tjetër, fëmiu i cili është duke marrë trajtim në klinikën e pediatrisë është pa përcjelljen e prindve apo të kujdestarit ligjor dhe është duke u kujdesur vetëm personeli shëndetësor dhe punonjësi social.